parë me mos. Do vi aty ke ty, do kërcej. Do ta gdhi të kërcy. Kallzon mbi emri. I love you. Ore, si ka mundësi? Dëgjoj. Si ka mundësi që është, pse është bërë kaq, pse bëhet kaq negativ ky Ationi? Ma shpjegoni pak, sinqerisht. Prandaj them unë që është një kontradiktë e madhe me dala i preferuari. Dhe ata janë kësha si qeni, po pati dala i preferuari nga povët e publikut. Po, çunat e Qinkos i quan një dron, i kanë quar një dron Mozës dhe i thonë ti je biti natës dhe biti ditës. Dhe që është e vërteta është. Tani, kjo i thot të dua, thot, ty edhe të gjithë shqiptarët aty brenda të shtoftë zot klientela. E thot, ku do t'i shqiptar, thot, je anti, thot, tregon mbi emri. Shiko, se kuptoj ku e gjen këtë lloj mlefi kaq të madh Adioni kundrejt Mozës. Dhe ati lumt bytha për shembull, sepse në momentin që për shembull, nuk e di, ndoshta e bëri bana të besueshme për ne, që tha nëse Moza ndihesh keq, Adionin e nxjerr direkt e jashtë, okej, dhe ajo tha jo, ma lërni fajin mua. Tani, Adioni më duket sikur përfiton pak nga mirësia e asaj qyqes aty. Ajo është Kail të mbajt gjithë peshën e gabimeve, me apo të asaj apo jo të asaja, vetëm si e si të dalë të bëhet robi mirë dhe mos të bëj keq njeriu. Por këtë gjë të tjerët janë duke ja marrë për dobësi aty brenda Mozës. Prandaj dhe neve për shembull, vetë ne si publik, nuk dim se si të reagojmë. Okej, mund të reagojmë kundrejt atyre prekjeve fizike që bëhen patjetër. Adioni që kapi Mozën, Moza në sikleti që hedh shqelma e ku di unë më the thash patjetër. Po tani në momentin kur Moza nuk mban dot një qëndrim, nuk kemi se çfarë të themi. Por mosmbajtja e qëndrimit të Mozës është vetë karakteriale e saj, sepse tregon që është robi mirë dhe nuk e shfrytëzon për shkakun se po të ishte në jalla Sara. Sara të kishte bërë namin, direkt jashtë direkt kishte thënë, as nuk e kishte vënë në diskutim fare. Por ajo që më shqetëson mua është djali i ri Adioni, 25-27 vjeç sa drejtë është, edhe gjithë këtë mlef, të ketë gjithë këtë mlef, nuk e di. Edhe duke ditur që Moza e do shumë, edhe Moza e ka qef Adionin, pavarësisht debateve që bën, por përsëri edhe mbrëm e shprehu që ka dashamirësi për atë, ka empati për atë, ka debulesë për atë çun. Ai thot kujdon ti shqiptarët. Nuk e di, sinqerisht nuk e di fare. Adioni 1, Sara 2, ky Iliri 3, mund të themi, okej. Më negativët çka ka firma këtë sezon.